Se flasim për Sheikh Ibn Bazin, rahimullahu ta'ala, flasim për një njeri i cili Allah i ka dhënë jetë të gjatë, ka jetu për afërsisht 87 vjet, ka lind 1912, ka ndruar jetë 1999 miladi, por subhanallah e gjithë kohë e tij ka qenë në shërbim të Islamit. Edhe s'ka pas momente pushimi. Një moment shumë interesant për jetën e tij është që asnjë ditë pushimi s'e ka shfrytzuar hiç. Gjatë gjithë karrierës së marrëdhënies punës që ka pas. Asnjë ditë pushim s'ka pas. E para, e dyta, nuk ka dalë në penzion. Deri në ditën e fundit të jetës së tij ka punuar. Pse? Jo që ka pas nevojë për parë, për rrogë. Po ka thënë nëse dal për punës nuk mund me vazhdu me unimu njerëzve. Gjithë kohë e tij ka qenë disponim të jashtëzakonshëm për njerëzit. Dietarët në përgjithësi, sidomos ata që janë dëshmuar me devotshmërinë e tyre, janë yjet që e zbukurojnë qiellin. Janë yjet që e zbukurojnë jetën fetare të ummetit islam përgjithësi. Dhe këtu duhet ndalen për ta bërë një kalim të një çështje që ka të bën me dietarët, guximin e njerëzve fillestar në mësimet fetare, hoxhallarët e ri, njerëz që ndoshta kanë fetari, po kanë keq kuptime në lidhje me fenë dhe karrierën e tyre fetare, intelektuale, fetarinë e tyre e fillojnë duke i prek, duke i ngacmu këta figura të mëdha. Realisht, nëse ne konstatojmë se këta janë miqtë e Zotit, prekja e tyre, ngacmimi i tyre, tentativa për të denigruar pozitën e tyre, u kthehet bumerang atyre. Dhe nëse themi na se Allahu i Madhëshëm në hadithin kursi ka thonë men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, kush e armiqson mikun tem, i kam shpall luftë atij, gjithsesi ai njeri që tenton me denigru pozitën e madhe të këtyre kolosëve të Islamit, ai vet ka morrësu. Edhe vet ka mi thihun të veta. Edhe vet ka mu diskvalifiku nga të gjitha pozitat që tenton ai me i marr. Andaj në historinë islame njihet një fjalë shumë e bukur, e përmend Ibn Asakir, njëri prej dietarëve të Damaskit, të Siris, që ka jetuar në shekujt e mëhershëm, e ka një libër Historia e Damaskut, ai aty e ka një fjali si duket tenton me elaboru këtë fenomenin e hoxhallarëve të ri ose njerëzve të ri fetar që kanë nuk e kuptojnë thellësinë e diturive fetare të ulemave të mëdhej, as larg pamësinë e tyre, as do thot zemërgjërsinë e tyre dhe fillojnë fetarinë e tyre duke i ngacmu këta dietarë të mëdhej. Edhe ai thot një rregull shumë të bukur, thot dije se mishi i dietarëve është i helmosur. Dhe se ligji i Zotit në ata që përgojojnë dietarët është i njohur. Ajo është do thot largimi i tyre nga feja dhe domethënë devijimi i tyre. Çfarë do të thonë mishi i dietarëve është i helmuar? Se përgojimi në gjuhën fetare do thot të hash mishin e njeriu që e përgojon. E nëse mishi i tyre është i helmosur, atë kur ti e përgojon e han mishin e tij, realisht ti helmon vetveten tënde. E helmimi këtë rast nuk është organik, helmimi këtë rast është fetar, është shpirtnor. Secili njeri që e nis udhëzimin e tij, fetarinë e tij, duke përgoju kolës të Islamit, imam të mëdhej të muslimanëve, ai ka me psu devijim, dekadencë dhe dobësim të fetarisë së tij derisa ta lënë krejtësisht fen, Zoti na ruaj. Dhe andaj porosia jonë është që edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit vazhdimisht të tregojmë respekt të jashtëzakonshëm për imamët e mëdhej, dietarët e mëdhej, kolosët e Islamit që kanë sakrifikuar shumë dhe kanë harxhu këtë jetën e vet në Islam. Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala 87 vjet ka jetu. 89 vjet i vjen sipas kalendarit hijri. Po. Një njeri që mbi 50 vite ka shërby. 57 vjet ka qenë në marrëdhënie pune. Mbi gjysmë shekulli. Kurse në shërbim të Islamit ka qenë edhe më tepër se kaq. Se që në moshën e re, domethënë si i ri, alo pa i bën 20 vjet ai fillon shërbimin e Islamit. Do thotë 70-60 vjet e kusur i ka në shërbim të Islamit. E tash ti vjen edhe nuk ja din vlerën, nuk e respekton, ose tenton me ngacmu ose me denigru pozitën e tij, ti veç vetes ja bën, askush s'ja bën tjetër. E tash shifni kjo ka qenë shkak
nderimin ndaj tij, Po. ndaj veprës së tij që më e bëu në këtë emision. Na duhet vazhdimisht të vlerësojmë dietarët musliman, të gjithë pa përjashtim që kanë sakrifikuar. Ti mundesh me pas mendime ndryshme prej tij. Mundesh me pas pikpamje ndryshme prej tij, sepse bota akademike është e larmishme. Ka hapësirë për llojshmëri, ka për hapësirë për mendime të ndryshme. Mirë, po asnjëherë na nuk duhet me leju vetvetes me i ofendu, me i nënshmu, me i përbuz kolos të islamit, sepse ajo neve na kthehet, na humbi, ama ata s'humbin. Ata veç ngritin në lart e më lart, edhe gabimet eventuale që kanë pas për gojimet tona, ofendimet tona i pastrojnë edhe prej atyre pak gabimeve, edhe ata veç shkojnë duke u rritë pozitë të tyre te Allahu subhanahu wa taala.